Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur komenteve të Ramës lidhur me figurën e tij. Në këtë fushatë elektorale, Rama ka zgjedhur të sulmojë Berishën duke cilësuar si bufkën e te. Lidhur me këtë, Berisha tha se nuk dëshiron ta komentojë pasi sipas tij Rama është një person që flet çdo ditë për hardhuca, zhapike, bretkosa, ndërsa e ka konsideruar si mashtrues. Të paraqes para jush, të dali hapur para gazetarëve që mbrojnë interesin publik, me programin dhe projektin e Partisë Demokratike. Nuk duhet të harxoj as një minutë kohë me njeriu në mashtrimit publik, i cili sajon vetë pyetjet që don dhe mashtron qytetarë dhe mediat sikur ato i vinë. Nga verifikimi i faktit, në 1400 komente, nuk ekzistonte as pyetja, as emri i atij që pretendonte Edi Rama se e ka pyetur. Ai po jeton një kom politike. Njeriu në kom politike nuk duhet të kemi asnjë lloj vëmendje me të. Fakti që nuk guxon të paraqes një program para shqiptarëve dëshmon se Edi Rama është e shkuara e këtij vendi. Në vijim të fjalës së tij, Berisha është shpreh në lidhje me gjendjen shëndetësore të Angela Agaçit, duke referuar mundësisë që ai të ketë kaluar një operacion. Lideri i opozitës u shpreh se nëse Agaçi është vërtet i sëmur, ai uron shërim të plot, por shtoi se nëse është vetëm një pretendim i rrem për të pasur simpati dhe për të mbrojtur interesat e tij dhe të Edi Ramës, atëherë ai është i pashpres.